Është e mundur që në njerëzit ta kuptojnë këtë. Ta kuptojnë që Jezusi na fton në besim, arritemi duke ndjekur, edhe piqemi duke shërbyer. Tani është e mundur në njerëzit ta bëjnë këtë, anapoman, siç është kjo fjala greke, që ne njerëzit të shërbejmë, edhe duke shërbyer, të keq kuptohemi që jemi duke ndjekur Jezusin, edhe duke i besuar Jezusin. Duke shërbyer, pastaj themi që po ja se shkollën në këtë që bëra për Zotin. Po Jezusi do të shumë që të më ngjasosh mua, e para që duhet më besosh, ta mohësh veten, edhe pastaj të më shërbesh. Për frutat në pemën, nuk e bëjnë në pemën që të jetë gjallë, po gjallëria e pemës i bën frutat të jenë ashtu siç është. Kështu që është e mundur që ne të mund të shohim këtë gjë, me që pas kanë fruta, me që shërbeka, me që jam mundojnë të bëjnë mirë, ndoshta po e ndjek Jezusin edhe jam besimtar. Jezusi do të jo, do që të bësh vullnetin tim, gjë e para që do të besosh, pastaj të më ndjekësh, pastaj të shërbesh. Ndërsa shkojmë në fundit, është kjo, që Jezusi ndërsa e shohim këto pasazhe, na jep disa parime se si të bëjmë shërbesën ndaj Tij. Edhe e para është kjo, që shërbimi duhet të burohej nga dashuria për perëndimin. Jo nga një motiv tjetër. Edhe tek Gjoni 13:1, kur Jezusi i lanë këmbë të shepërve, thotë kështu në vargu i parë. I deshin të vetët deri në fund. Për shkak të dashurisë që Jezusi ka për ne, na shërbejmë edhe në pozicione më të ulta, se dalja e këmbë, edhe atëherë, edhe tani nuk është një veprim që ne e bëjmë me kënaqësi. Kështu që Jezusi e bëri këtë për të treguar, edhe për të na dhënë një shembull ne, se çfarë duhet të bëjmë. Kështu që parimi i dytë është kjo, që shërbimi kërkon përulje. Shërbimi i krishterë të shërbesh sipas zemrës të Zotit kërkon përulje. Ne kemi qenë edhe egoista, edhe shërbëtorë. Po jo, parimi në shërbimi kërkon përulje. Dhe Jezusi do të shohë në Filipianët 2, në kapitullin 2. Thotë, edhe Jezusi u përulli, duke u bërë bindur deri në vdekje. Kështu që nuk ka shërbim të krishterë pa përulje. Nuk mund të jemi të vazhdojmë të jemi egoist, edhe të jemi duke shërbyer. Jezusi e përulli veten, edhe shërbej. Një tjetër është kjo, që shërbimi kërkon sakrificë, edhe shpeshherë ne nuk jemi të gatshëm. Ne duam ta ndihmojmë tjetrin pa i largur këmbë tokë. Ne duam që të sakrifikojmë, po të sakrifikojmë vetëm me idenë e sakrificës, po jo të futem këmbët në kipucën e tyre. Edhe tani unë mendoj kështu, që ne besimtarët duhet jemi si ata aratarët. Kur shohim këto ata aratarët, është që kuptojnë këto që i sulmojnë, i kapën këto sinjale. Tani ne besimtarët duhet jemi si aratarët, kur bëhet fjalë për të shërbyer. Ose kur bëhet fjalë për të ndihmuar njerëzit e tjerë që mund të jenë në nevojë. Edhe ja të tregoj një shembull. Është një komshie këtu në kishën. Edhe ajo tani nuk e njohë sa mirë që nuk e njohë. Po një gjë që e vlerësoj është kjo, që kjo komshia e ngret zërin për komshitë e tjera që janë në vështirësi. Na merrni në telefon, na ndalon aty në rruga, edhe tani ajo shkon deri atje sa bëhet e bezdishme, dhe ajo mendon që ne jemi shpëtimtarët e lagjes, edhe do ta bëjmë se na bëjmë ajo. Tani nuk dua të merrem me këtë. Po ajo
e sheh problemin të një tjetër, edhe është e gatshme të na ndërpresë rrugën, të na marrë në telefon dhe thotë që ore shikojnë një këtë familjen. Çfarë mund të bëni për këtë familje? Tani në fakt, këta duhet jemi ne familja, ne komshinë, ne lagja, ne qyteti, ne fshati, ne duhet jemi këta besimtarë për të parë që se kur thotë Jezusi që ju jeni kripa e tokës. Po këtë po thotë Jezusi që atje ku po prishet, ne, ose ju jeni frigorifer, ne duhet të mos e lejojmë të prishet ajo që po prishet, që mund jetë në familje, mund jetë në lagja, mund jetë në fshati, mund jetë në qyteti jo. Kështu që në qoftë se një grua që nuk e një Perëndinë, është e gatshme të sakrifikojë duke u bërë avokat për njerëzit në nevoje, po tani sa shumë duhet jemi ne të krishterët të bëjmë avokatin për të tjerë. Kur e dimë që Jezusi është avokati jonë, kur bëhet fjalë avokat. Si thot Jezusi që nëse ja rrëfejmë mëkatin e tij, thotë jeni të sigurt që ai do të falet për shkak se kemi një avokat që është Jezusi i Krishtit. Kështu që kjo shërbimi me sakrificë. Edhe tjetra është kjo. Shërbimi e ka potencialin për të na treguar, për të treguar të tjerëve që ne i besojmë Jezusit. Duke i shërbyer njerëzve, është potencial që njerëzit të shohin se kujt ne i besojmë, çfarë ne besojmë. Kështu që se është tek Jezusi do tek Mateo 5:16, ku thotë le të shndrisë drita juaj përpara të tjerëve. Kështu që kjo është ajo dëshira jonë që ne duam të bëjmë. Duam që besimin tonë që kemi tek Jezusi, të mos jemi egoista, por ta jetojmë duke i shërbyer njerëzve të tjerë. Edhe ja disa ose ja një pyetje se çfarë mund të bësh këtë javë në lidhje me të shërbyerit të Perëndisë. Po ndoshta shiko nga më të afërmit, shiko nga familja. Si mund t'i shërbesh familjes? Tani është e mundur që ne të kemi këtë konceptin e barriut edhe ati çfarë është? Roktarit edhe pronarit. Edhe ta konsiderojmë familjen si kur jemi roktar, që do ta marrë të koshën e plerave do ta hedh, do ta marrë të ideja që ne duhet të bëhemi pronar. Në kuptimin do të kemi konceptin, do të ndryshojmë konceptin, por që ne jemi pronar, jo roktar. Roktari e le kur ka vështirësi. Në qoftë se vin ata për t'ja marrë vendën, roktari ale krahën e thotë në pafshin i ka. Kurse po t'ishte pronari, do të luftonte, edhe do të bënde të gjitha të mundur. Tani ne duhet të kemi këtë mentaliteti kur bëhet fjalë për shërbimin. Do të mos e konsiderojmë shtëpinë si diçka që unë vetëm punoj, edhe pastaj do bëj këto gjëra të thjeshta edhe të kështu. Kështu që fillojmë të parë në familje, edhe ndoshta të shohë këtë konceptin që do të jetë atje për të bërë të pamundurën të mundur. Që nuk je atje që sa do të dalë vështirësia, ti të ngresh duart edhe të vazhdosh shërbimin. Po shikoj këtë me shoqëria. Ne atje ku po jeton, ku po kalon kohën, do të apojnë ne dritën tënde të shtëpisë, po e ke të vështirë për ta lënë të shfaqet. Edhe tani ka nevojë që duhet të ndryshojmë ca gjëra. Se edhe Jezusi këtë na thotë që nëse do të ndjekesh mua, do ta mosh vetë të marrësh shërbim çdo ditë dhe të vazhdosh. Tani kur bëhet fjalë për në shoqëria, po ndoshta reflektojmë lidhje me këtë, ose me komshinë, ose me miqtë. A ka një gjë që duhet të bëj? A ka një gjë që duhet të jem avokat? A ka një gjë që duhet të sjell kungjillin në një mënyrë ose në një tjetër? Edhe ndoshta e treta, mendoj për këtë në lidhje me kishën. Po si mund të shërbej Perëndisë në trupin e Krishtit? Edhe ka mënyra nga më të ndryshme. Kështu që në qoftë se je i gatshëm, ka
ka vende për të shërbyer në gjëra në të ndryshme. Kështu që Perëndia na ka dhënë të dije dhe talente, jo për t'i mbajtur për vete, jo për t'i treguar egoist, jo për t'i shfrytëzuar për të marrë pushtete dhe privilegj. Perëndia na ka dhënë dije dhe talente për ta bekuar kishën të krishterë, botën, edhe kudo Perëndia na ka dhënë. Tani të ndjekësh ndërsa shkoj në fund fare, të ndjekësh Jezusin do të thotë të lash duart edhe këmbët, edhe të përfulesh për të larë, për ta hequr këtë egoizmin edhe krenarin. Po i kemi këto të dyja, do ta kemi të vështirë për të shërbyer të tjera. Edhe Jezusi thotë kështu, prapë tek Gjoni 13:17. Thotë, nëse i dini këto të gjatë, nëse i dini këto që folëm tek Marko 10, në lidhje me çfarë duhet të bëjmë dhe si duhet të sillemi, për çfarë duhet ta përdorim pushtetin edhe si nuk duhet ta përdorim. Edhe